Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin për sot, dhe sot do të kemi në një linjë të drejtë për drejtë vetë kryetaren e UAU, Mirela Mezani, me të cilën do të flasim për veprimtarinë e kësaj organizate, pra organizatës UAU, dhe njëkohësisht për aktivitetet e fundit të risit dhe rolin e saj në fuqizimin e gruas në përgjithësi. Mirela, përshëndetje. Përshëndetje Arian, një vit të mbar për juve, faleminderit shumë për ftesën për 2026. Faleminderit shumë, gjithashtu kënaqësi shumë e madhe që sërish të jemi bashkë në këtë linjë të drejtë për drejtë për të folur për temën të cilën sapo e thash. Fillimisht nga Tirana në Gjenevë, një grua e cila ka arritur që të fuqizojë në fakt gratë. Mund të flasim pak për këtë ndërtim si ur bashkëpunimi në rolin e gruas në shoqëri nga Shqipëria në Zvicër? Për gruan, unë mendoj se gruaja është gjithmonë ka qenë shtyllë menaxhimi e familjes tonë, që është baza e shoqërisë. Dhe si ka nisur thjesht rastësisht vajtja ime në Gjenevë, për shkak të një propozimi për martesë që më erdhi në 2015, por që u finalizuar në shkurt 2016 nga Ideali Ferizaj. Unë për ndryshe jam një vajzë çame, e lindur dhe e rritur në Vlorë, dhe që nga studimet e mia të universitetit kam shkuar në Tiranë 18 vjeç domethënë, dhe nuk jam kthyer më aty duke vazhduar universitetin e Tiranës për menaxhim, dhe më pas 2 shkolla stili, një shkollë SIPAMAB, 3 vjeçare për modelist, stiliste dhe rrobaqetës, më pas një shkollë tjetër për mësimdhënie për modën në Bergamo të Italisë, ku shërbeu dhe si një master mësimdhënie për të dhënë mësim në fushën e fashion design. Në 2004 kam hapur të parin biznes që ka lidhje me fashion design, një kompani franchise Euromod School, ku kisha bërë edhe masterin, e cila më shërbeu për të lidhur atë pjesën ekonomike me pjesën e arsimit profesional. Ka qenë gjithashtu një eksperiencë shumë e mirë në media, në marketing, në pjesën e zejtarisë të zejeve të grave, që më kanë ndihmuar në konceptimin dhe lidhjen e të gjithës midis pjesës e imazhit, modës, marketingut dhe media, dhe me pjesën menaxheriale dhe të biznesit. Në 2015, në fund të 2015, më desh t'i lija të gjitha këto për të ardhur në Gjenevë. Nga 2016, në fillim të vitit 2016, të filloi rrugtimi im në Zvicër, dhe si vjetë unë mbush 10 vjet që jam në Gjenevë. Ka qenë shumë e vështirë të lije gjithçka kisha, sepse unë isha një njeri që isha brenda institucionit, njëja shumë mirë Shqipërinë, njëja shumë mirë pjesën e bërjes së biznesit, artizanatin, gratë, dhe kisha punuar me thuaj të gjithë pjesën elitare të administratës, për shkak të ateljes që kishja dhe bërjes së uniformave ose idejimi në uniformave për kompani të huaja dhe të brendshme, ose për spektakle të ndryshme, për moderatore, veshje teatri, filmi. Kjo më kishte bërë që të kisha një njohje të gjithë elitës, të themi, të shqiptare. Ikja në Gjenevë të thotë që ti nuk ke asgjë nuk i ke asgjë më nga këto, nuk i ke më njohjet, nuk i ke më
Po nuk kem edhe atë vendin ku ti të prodhosh çdo ditë një gjë të re, të krijosh për qoftë edhe për njerëz të thjeshtë, por qoftë edhe për njerëz që kanë një ndikim shoqëror në vendin tënd. Megjithatë, unë kam tentuar që në fillim në të gjitha organizatat e shqiptarëve, duke ushtruar aty, duke dhënë ndikimin tim vullnetarisht, duke ofruar vullnetarizmin tim. Dhe në 2017 arrita që të futem si përgjegjëse komunikim dhe media te rrjeti i bizneseve shqiptare të Zvicrës. Dhe ka qenë ajo në fakt një nga organizatat e shqiptarëve ose shoqatat e shqiptarëve, të cilat ka shenjuar më pas për të dhënë edhe një fuqizim për të ardhur te WOW, te Women I'll Board, te organizata që themelova vetë. Më ka dhënë një ndihmë të madhe dhe sidomos dua ta falenderoj publikisht kryetarin e saj, zotin Qamili Sufi, i cili besoi tek ajo që unë bëja dhe më mbështeti në të gjitha hapat derisa unë finalizova Women I'll Board. Tani pse erdhi Women I'll Board dhe nuk vazhdova tek rrjeti i bizneseve, unë vura re një fakt që në diasporë burrat ishin shumë mirë të integruar. Ishin ata numri i grave dhe vajzave që në organizata, sidomos si vendimarrëse apo që të kishin një rol vendimarrës, ishte shumë i vogël. Kjo për vetë faktin të patriarkalizmit, integrimi është një proces shumë i vështirë, gratë në diasporë janë më të fokusuara te fëmijët, ka disa shkaqe. Edhe një nga shkaqet e tjera është që diaspora në përgjithësi ose mërgata thënë ndryshe, është heterogjene e mërgata shqiptare. Pra ne jemi edhe midis nesh, vim disa nga Kosova, disa nga Maqedonia e Veriut, disa nga Malizi, një pjesë nga Shqipëria. Pra edhe ne kemi brenda vetes ato ndryshimet e vogla që vijnë nga rajonet ku ne jetojmë. Pra kjo e bënte edhe më të vështirë konceptimin ose barazim në një organizatë si rrjeti i bizneseve shqiptare në Zvicër. Megjithatë, eksperjenca që kam bërë aty duke njohitur shumë biznese të mërgatës dhe problematikat që kishin ata për të investuar, për të gjetur rrugët e investimit në vendet ta, kanë qenë bërtuar më pas edhe gjithë vjushmërinë e WOW. WOW pas 2 vjetësh konsultimesh me të gjithë procesin të biznesit, ka ardhur në 2019. Dhe çfarë është WOW për të gjithë ata që ndoshta nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë, është një shoqatë grave shqiptare kudo në botë, e cila ka për qëllim rrjetëzimin e grave të mirë integruara kudo në vendet ku jetojnë, së bashku me vajzat që sot ose studentët që sot e kemi të shumta në mërgat apo diasporë në universitetet tona, të ndërtojmë shërbime për gratë që ka nevojë këto shërbime në 4 shtylla kryesore: paqja dhe siguria, në stop dhunës ose ndalimi të gjitha tipeve të dhunës, në edukim dhe integrim dhe në sipërmarrje. Struktura e kësaj shoqate, së fundmi kemi futur edhe 3 ambasadore tona, është ndërtuar nga tre ambasadore tona që në të vërtetë i bëjnë der gjithë kombit shqiptar
dhe dua t'i përmend emrat e tyre për arsye sepse ato janë një vlerë e shtuar për secilin shqipfolës për komunitetin shqiptar. Qetina Arbëresha Qetina Mazej është një zonjë që për 30 vjet ka bërë për integrimin, për ruajtjen e kulturës, gjuhës dhe etnografisë arbëreshe, jeton në Itali, sigurisht. E dyta është Shyrete Tahiraj, që është një zë i fortë i mbijetesës së grave që kanë përjetuar dhunën në luftën e Kosovës. Ajo me vendbanimin në Kanada, dhe që është policia tani midis Kosovës, është e Kosovës, po në Kanada. Dhe e treta, po shumë edhe e rëndësishme për integrimin, është Remzie Zeka Sherifi, e cila është në Skoci, e cila ka marrë një çmim, një titull nga mbreti Charles III në Mbretërinë e Bashkuar për integrimin. Sigurisht, pastaj kemi edhe një komitet drejtues, që është presidenti, drejtoresha për marrëdhëniet me jashtë dhe sekretarja e përgjithshme e UAU-t, dhe kemi 2 borde. Bordin internacional, janë gratë mirë integruara kudo në vendet e tyre, në vendet ku jetojnë, në Mërgat, të cilat dëshirojnë nëpërmjet punës së tyre vullnetare dhe eksperiencës së tyre të marra në këto vende të përcjellin nëpërmjet UAU-t në vendet am, në vendet e komunitetit. Pra ato shërbejnë si lidere në vendet që jetojnë në Mërgat për të dhënë eksperiencat e tyre të mira në vendet ku jetojnë, duke u ndërlidhur me njëra tjetrën nëpërmjet UAU-t. Dhe bordi i eksperteve që janë gra të mirë integruara, të cilat i thirrim në projektet tona për të implementuar pjesë të projekteve tona sipas profesioneve të tyre. Kjo është si strukturë. Ne së fundi kemi bërë një ridimensionim në vitin 2026, jemi duke bërë një ridimensionim para, si që thash, bordin e ambasadoreve, që janë edhe zonja që i bëjnë nder emrat e tyre çdo shqiptar si kudo në botë, dhe gjithashtu kemi futur jo struktura, por 2 qëllime kryesore: digitalizimin e një aplikacion për të dhënë shërbimet online, që do të quhet Media Wow, dhe formimin e qendrave multifunksionale, një nga qendrat, e them me kënaqësi, që jemi në proces duke e bërë në Maqedoninë e Veriut dhe konkretisht në Tetov, me kryetarin, me mbështetje të kryetarit Bilal Kasami. Të ndalemi dhe pak, Mirela, te çështja e organizatës UAU. Mbi cilat, ose thënë më mirë, në momentin kur vendoset që të themeloni një organizatë të tillë, mbi cilat vlera ose mbi cilat parime realisht jeni thirrur? Pra cilat kanë qenë ato synimet të cilët ju ja keni vendosur, domethënë vetes, parimisht të jenë pjesë e UAU-it? Po, kanë qenë shumë të qarta. Unë përmenda në një organizata UAU, do të them, është një organizatë në Selinë Zvicër. Ajo është e licencuar apo e regjistruar, si edhe e njohur në regjistrin e bizneseve, sepse shoqatat në Zvicër janë të tilla që mund të regjistrohen në regjistrin e komercit, për arsye sepse një organizatë si UAU internacionale shërben edhe si për të bërë biznes social. Qendrat multifunksionale janë një biznes social, nuk mund të quhen vetëm shoqat, sepse ato prodhojnë nëpërmjet shërbimeve, ti prodhon të ardhura, të cilat këto të ardhura shkojnë për fuqizimin e grave të tjera, për zgjerimin pra të rrjetit. Dhe sigurisht në shtetin e Zvicrës kjo është e rëndësishme, që
çdo hap të jetë i kontrolluar nëpërmjet tatim pagesave që bëhen për çfarë do lloj veprimtarie që bëhen. Së dyti, rrjetëzimi i grave të mirë integruara në shërbimet që unë thjesht ju rendita, secila nga këto shërbime që të realizohet kërkon disa elemente të tjerë. Paqja dhe siguria është një gjë internacionale, hyn tek ajo pjesa e mbrojtjes së kauzave të forta që ka një nga kauzat janë ende e drejta e grave të dhunuara apo e drejta e fëmijëve që kanë përjetuar luftën, të drejtat e njeriut, mbrojtja e drejtave të njeriut, apo gratë frymëzuese, të cilat shërbejnë për të lehtësuar dhimbjet e grave të tjera apo për të dhënë një lloj frymëzyje për të që këto gra të mund t'ja dalin në vështirësitë e tyre. Lufta kundra ose shërbimi i dytë që ka stop dhunës e të gjitha formave. Dhuna dihet që nuk është vetëm një faktor shqiptar, shqipolës, dhe nuk ka organizat në cilat nuk mund të përfshijë luftën kundra dhunës dhe të gjitha tipeve të dhunës, asaj verbale apo asaj fizike, dhe padyshim që do të ishte e përfshirë dhe kjo kërkon asistencën, domethënë kërkon një sër objektiva të tjera për të arritur këtë, për të parandaluar këtë dhunë, siç janë ndihma që u jepet grave dhe vajzave që kanë nevojë me një ndihmë e shpejtë, por edhe ndihmë e mundshme për efektet psikologjike të tyre apo për të parandaluar më përpara ato që kanë probleme në familje, probleme në fëmijët, jo thjesht vetëm dhuna fizike e konceptuar. Pjesa shërbimi i tretë që është integrim dhe edukim, ka të bëjë me një lloj akademie. Kemi shumë gra që janë të mirë integruara, të cilat bëjnë edhe profesionin e mësuesës ose të profesionistit që jep leksione, të mentorit, që jep leksione në fundet e tyre profesionale. Po sigurisht për ne ngelet në shtulla dhe gjuha shqipe. Dhe si me thënë, lidhimi i tyre. Dhe nga ana tjetër, edhe kërkimi nga ana tjetër atyre personave që kërkojnë kanë nevojë për këto kurse apo leksione ndash të gjuhëve të ndryshme, ndash të gjuhës shqipe. Kjo bën një lloj shërbimi, një lloj akademie, mini akademie të wow, brenda wow, në të cilat ndihmojmë gratë. Gjithashtu duhet të theksoj në këtë pikë edhe pjesën e integrimit. Një grua që shkon për arsye të ndryshme të jetojë në një vend në Mërgan, ajo ka nevojë për një qëllim për të përshtatur me tregun e punës, që do të thotë çfarë shkolle ka bërë, si mund ta njohë atë shkollën e vet, si mundet ajo që të integrohet në tregun e punës në bazë të shkollimit që ka bërë apo të ndihmës që mund t'i jepet për të arritur deri tek tregu i punës. Dhe shërbimi i katërt që është shërbim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me pavarësinë e gruas, që është sipërmarrja. Kemi shumë gra shumë të talentuar. Çdo grua shqiptare është një menaxhere e mirë e familjes së saj. Se ajo është një kuzhiniere e jashtëzakonshme, nga gjërat më të thjeshta. Dhe shpesh ato nuk e dinë aftësinë e tyre që edhe me një hobi që të kuzhinës së tyre, me një gatim tradicional që ato të bëjnë, apo me endjen që ato bëjnë në pëlhura, apo me shtiza, apo mund të kthehet në një biznes ose në një sipërmarrje individuale të tyre, e cila
edhe brenda mureve të shtëpisë ku siguroj atyre të ardhura edhe t'i bëj ato të pambarura ekonomikisht. Të gjitha këto sigurisht kur e pyet një grua që un jam një nga ato që kam mbajtur vonë në Mërgat për arsyet që edhe ju a thash më përpara, nëse e merr një grua më vete, ajo nuk e ka besimin, edhe pse i ka disa hobi të fuqishme që mund të kthehen në biznes, por ajo e vetme nuk e bën dot të realizueshme për këtë gjë, për ta kthyer në një biznes që të jetë i suksesshëm në mënyrë që ajo të siguroj dhe të krijoj kredibilitetin tek vetja e vetë dhe vazhdimsinë e saj. Nëpërmjet një shoqate ku rrjetëzimi ose profesionistët të fushave të ndryshme mund të bashkohen me të dhe të japin konsulencën e duhur për atë që i mungon, kjo do ta bëjë të suksesshme. Prandaj ne në sloganet tona e kemi dy slogane shumë të rëndësishme që na karakterizojnë si komunitet shqiptar. Së pari, partneritet me burrat për të ndihmuar gratë. Wow e shikon pjesën e burrave apo meshkujve në familje apo bashkëshortëve, vllajt, babait, i shet si mbështetje në integrimin e gruas, jo si ndasi, burrat gratë dhe burrat veç, dhe gratë veç. Dhe së dyti, ne do ta organizojmë në një mënyrë të tillë që ta bëjmë atë që çdo grua të ndihet nëpërmjet këtyre shërbimeve, të ndihet lider në mënyrën e vet. Pra, ajo nëse ka një hobi sado të vogël, ne të gjejmë më të mirën e saj dhe në bazë të shërbimeve dhe ndihmës që i jep organizata, ne t'i japim mundësinë asaj që ajo të jetë e suksesshme në atë që ajo mendon se di të bëjë më mirë. Po. Dhe për fund, Mirela, mesazhi yt për gratë cili do të ishte? Çfarë porosie do të kishe për gratë? Unë nuk e kam vetëm për gratë, një mesazh nuk duhet dhënë për gratë, sepse gratë janë e para çdo grua është një heroinë, sepse shoqëria fillon nga një grua. Domethënë fëmia lind nga gruaja. Shoqëria zhvillohet në punën e gruas. Ne dim shumë mirë që një grua punon si brenda shtëpisë, me fëmijët, me pastrimin, qoftë edhe me gatimin, me të gjitha gjërat, por edhe jashtë saj si një profesioniste e denjë. Dhe sigurisht ne dim shumë mirë që një grua, shoqëria vetë zhvillohet për burin do të thotë ajo pambarësohet në vendimarrjen e saj. Ajo është një sipërmase e mirë, krijon pambarësinë e saj. Prandaj unë do të thosha çdo shqiptarësi dhe çdo gruaje të besojë tek ajo që di të bëjë tek vlerat e veta. Dhe së bashku me familjen e saj, me vllajin, me babain, me maman, të mundohet bashkarisht që të çojë përpara këto tre element që janë shumë të rëndësishëm, që është e para njëherë të mos pranoj ajo të besoj te vetja, pra, të besoj te vetja, e së dyti të integrohet, të mos pushoj së edukuari çdo ditë në mësimdhënia apo edhe të mësuari nga të dëgjuarit, dhe së treti të punoj dhe të pambarësohet një hobi të saj dhe ta krijoj në biznes. Nuk ka rëndësi, a është i veti, a është i familjes, gratë janë menaxhere shumë të mira që do të dëgjohet gjithmonë zëri në vendimarrje nëse ato kanë mbështetjen e rrethit të tyre. Wow, do të përpiqet në çdo rast të jetë ai rrethi i cili ta mbështesi çdo grua në mënyrën e vet për të bërë dhe për të ndjerë zëri dhe për të bërë lider në mënyrën e vet.
Mirela, ishte kënaqësi shumë e madhe që sërish sot ishim bashkë në emision për të folur për një temë kaq të bukur në fakt, sepse të flasësh për fuqizimin e gruas është vërtet temë e këndshme dhe e bukur. Ne të mirëpresim kur të jesh në Tetov, sigurisht me prezencë fizike dhe të kemi edhe në emisionin tonë, do të ishte një nder shumë i madh për ne. Gjithashtu shumë kënaqësi për ju, Arian, ju edhe një herë çdo mbarësi këtë vit. Dhe Mirela do të jelet gjithmonë e hapur për çfarë do lloj media për të folur, se së bashku ne mund ta bëjmë zërin e gruas edhe më të fortë për të shpikatur ato gra që janë vërtet frymëzim për t'i ndjekur ne të gjitha. Faleminderit edhe për ju dhe ju uroj një vit të mbar. Faleminderit shumë dhe një herë ishte kënaqësi shumë e madhe. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të pasdites.